Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte. Superliga e kategorisë U17 është dominuar nga një ekip. Bëhet fjalë për ekipin FC Prishtina, cila ka dalë kampion të kësaj gjenerate, por me një ecuri fantastike. Vetëm një humbje gjatë komplet sezonit, edhe një ecuri prej mbi 23 ndeshje pa humbje, cilën e ka realizuar këta djelmosha. E na sot në studio e kemi edhe kupën, po edhe dy prej ekipit komplet, sepse nuk na nxen studio që këtu në Sparta me fol për suksesin e Prishtinës në kategorinë U17. Në krahun tim të djathtë është Ari Mala, që është kapiteni i kategorive U17 e Prishtina, dhe në krahun tim të majt është Jeton Berisha, trajneri i cili ka udhëheq këtë ekip. Mirë se keni ardhur, jema faleminderit që jeni pjesë e sportit. Faleminderit për ftesën. Po nisim me ty, trener. Ka përfunduar një sezon shumë i mirë për ekipin e juaj në udhëheqjen, edhe me këta djem që kanë treguar paraqitje, thash një hyrje cilën e pa me statistikat, madje 5 xhiro para se me u përfundu kampionati keni siguruar matematikisht titullin. A ka qenë e pritshme kjo gjë, duke ditë brumin edhe duke ditë cilësinë e skuadrave tjera që kanë në garë? Në realitet, për shembull, sezona e kena pas që kena ditë që ka më kanë shumë vështirë, për arsye se ka ekipe shumë të mira, ka individa shumë të mirë, edhe te këto gjeneratat e trajnerët janë shumë të fortë. Po grupi i përbashkët, domethënë që ka qenë shumë i lehtë me zeti, domethënë ka mundsu edhe ka lehtësu punën që na me dalë më shpall kampion. Domethënë ka qenë një grup që është i përballur për afërsisht 1 vjet, 2 vjet e gjysmë, domethënë që ka qenë një përzgjedhje lojtarë që kanë qenë bashkë. Po atmosfera tyne, domethënë, edhe grupi i përbashkët ka arritur domethënë që me dalë kampion në fund. Po në realitet, për shkak punës të madhe, kena di që puna e vështirë, po apes këto kanë te kalu, domethënë së bashku. Po më e mira e smirës domethënë ka qenë që ky grupi që ka qenë, domethënë ka qenë një grup për shembull që nuk e kalon shokun për shembull në momentet më të këqija. Kjo në besën është edhe arma kryesore. Arma kryesore ka qenë gjithmonë. Na treguar edhe diçka që na the para intervistës që ndon 2 pjesë kampionati. Po folim pak me Arin. Ari, kupën e keni pru dhe këtu te na në studio. Që shkon ndjenja me qenë themi udhëheq si kapiten në fush, me ngritje titull me ekipin e Prishtinës për këtë sezon. U konë një ndjenjë shumë e mirë, se edhe plus kampion që shena bo, e ku më theq klubin ton kohën, edhe besoj që e ku më theq mënyrën më të mirë të mundshme, edhe lojtarët më kanë respektu ton kohën si kapiten, edhe prej punës, prej disiplines, prej të gjithave adin që i kena pas, edhe jena bo kampion, edhe tana u konë edhe rëndësishme atmosfera e klubit që kena mbajt ton kohën, jena konë ata që kena vazhdimisht, adin jena konë ton kohën për lojë, jena konë për fitore, kena dasht fitoren, edhe besoj që jena shpërbly me kampion. Patjetër. Çka më intereson me ditë, trajneri i tha pak a shumë normalisht se ju ka njohur si lojtar, po ju a keni pas s'është me rëndësi besoj mentaliteti kur të krijosh si fitues, a keni pas në diskutime kur keni udhëtu, kur jeni takuar në shtatë herë mas tani që e keni brumin për mu bë kampion. Po, ton kohën na e kena ditë që është vështirë, po e kena ditë që e kena cilësinë, jena më të mirë, edhe e kena ditë adin e kena pas besimin ton kohën, edhe unë si kapiten ju mundu ton kohën më ju jap zemër, më ju tregu që jena më të mirë, po edhe në lojë po, se jena një ekip që s'jena dorëzu kur, ka ndodhur shumë shpesh me këtyre rezultate, jena konë të upe, kena kthy, edhe besoj që aty e kena tregu që adin jena kampionë tamam. Edhe nuk ja dini shihen e humbjes, veç një humbje se dini as ç'është me humb, hala se keni rreth për veç një ndeshje. Mirë, trajneri thotë që kampionati ju ndon 2 pjesë, kuptimin e asaj që jeni paraqit. Në pjesën e parë, ndoshta më shumë ti je fokusuar në zhvillimin e lojtarëve edhe në zhvillimin e strategjisë së lojës, por në pjesën e dytë ka ndryshuar. A ke bu plante që shtu me bu në 2 ndalje për shkak garës që shka shku? Paka shumë po, se për shembull gjysmë sezonin e parë, domethënë fillimi i kampionatit ka qenë në prishmërit, grupi lojtarëve, kom pas arsyen për shembull që na me përfundu, domethënë te pjesa e epërme e tabelës. Edhe lojtarët më rritu u zhvillu të pas lojë. Po për shembull lojtarët tani kanë tregu cilësi, aftësi që po duhen më shumë me kërku për vetës. Atëherë domethënë ka qenë obligimi jonë, obligimi i stafit që me dalë me dhë më të mirën këtyne. Tani këta kanë dalë, kanë tregu veten nëpërmes lojëve sene. Tani pjesën e parë për shembull që ka qenë më shumë te zhvillimi i lojtarëve përmes lojës, përmes treningut normale sene, e sidomos në aspektin psiqik, po kena pas rezultate, kena nxënë pjesën e epërme tabelë gjysmë sezonin e parë, gjysmë sezonin e dytë ka qenë diçka për shembull që kena ndryshuar në strategji, për shembull që mos me pas për shembull shumë posedim të lojës ose mos me pas diçka, po, ma qenë më konkrete edhe me dal më një herë domethënë te ajo që apo dojna na me arrit. Kjo ka funksionu,
gjysë sidomos në rastin për shembull në disa ndeshje kur kena pas disa avantazhe, na dalë kena kthy rezultatin ma lehtë. Po apet domethënë e ka dhënë frytin e vet, edhe tani ky fryt veç se u shpërbly. Okej, sigurisht puna e madhe që keni bërë gjatë këtij sezonit, edhe keni kry punën më herët se keni lënë deri në xhirrat e fundit. Mirë, ore, cila u ndeshja më e vështirë ose edhe më e veçantë, ku ndoshta që aty u bë ç'kjo ndomja që po folim bashkërisht, domethënë cila u ndeshja edhe për juve ndoshta më në aspektin që e keni menuar më shumë, mos po gabojmë që to po na domethënë tash është pak më lehtë me mendu. Para se kur ka ndodhur, cilën ndeshje e vlerëson që është më e rëndësishme çdo sezon? Secila ndeshje ka vlerën e vet. E dim që adintonat janë kontracëshme, po një prej makrosorëve kanë me dy korikin, se ata po rivalitetin më të madh. Ata janë kon vend parë, edhe tana na kena pas lojën aty tamam, edhe tana besoj që e kena kthy lojën 2-1, jena kon të hupse, edhe që thash e kena kthy lojën, jena treguar shumë të fort, në kena luftu deri në minutën e fundit, secili ka maksimumin, edhe përkraja e lojtarëve u kon shumë e madhe, pi tifozëve gjithashtu, edhe u kon një lojë që është e paharrueshme. E paharrueshme, sigurisht edhe këtu e keni bërë ndarën se me rivalin kryesor, kur të fiton rivalin kryesor është sigurisht edhe hapet rruga më lehtë për mu shpall kampion. Mirë, trajner kam interesuar me ditë them pak kështu, është një moshë specifike këtu në djemve. Janë në 17 vjet, janë domethënë është një moshë ku fillon zhvillimi, fillon rritja, hajde të themi të disa dhe pjekja më e hershme ose të disa halo mesin me them kështu me pak më të fëmijëve. Që kjo sa është e vështirë me menaxhu çit grup, edhe sa kanë shumë më përgjigj kërkesave që i ke pas gjatë sinor. Po flasim tash për trening edhe se treningu është ajo menej rruga më e vështirë deri te loja, se loja pastaj është tjetër diçka. Për shembull, unë kam pas pak më atlet, për arsye se kam pas një grup lojtarë që kam pas atë gjenerata U15. Edhe gjysmë sezonën e vitit kaluar kam qenë trajner i Superligës me U17. Një pjesë lojtarë apet i kam pas domethënë që kam pas. Vetë e kanë njohur punën tëm. E kanë njohur çka po kërkojone, kanë ditë për shembull pak a shumë një filozofi të lojës që po dojnë ana. Në fillim kam pas qarta synimet, kam pas qarta çka po dojnë lojtar për meje, çka po duhen për tyne. Edhe përmes treningu puna e madhe, s'do të më diskutuesh, puna e madhe ka qenë domethënë që na me dal me shfaq ato më të mirën çka po dojnë ana. E dyta ka qenë me dhënë identitet do kësaj gjenerate, mos më varë për zona për shembull prej rrethana ndryshme sene. Edhe treta për shembull ka qenë do të thonë që kena mundu me pas një disiplinë në aspektin personal secili, në aspektin grupor, edhe tani ke marrë të vetë disiplina secilit lojtar. Që është shumë e rëndësishme të këto gjeneratat, se nëse dikush do të me punu, do të me pas mas parë vetë disiplinën e veti. Tani për zona për shembull vjen në mentaliteti tina, sa ajt do me mrri dhe sa ajt do me punu. Po, shembull në shumë raste për shembull ka ndodhur që përmes trajningit ose lojë ose diçka për shembull është normale që një trajner mund të më kam pak më nervoz ose se jemi njerëz të këtu. Nuk dalin sene shembull që e planifikojmë na, po apet domethënë ajo ka qenë më e mira që ato kritikat, mundna më thonë, këshilla në formë kritikave, kanë dalë edhe janë shfaqur edhe në lojë. Tani secili lojtari ka pa për shembull gabimet e veta, kritikat e veta që ishin shfaqur sene, edhe tani me anë tyne ordë të përmirësimit tyne. Ta secili lojtar tash e ka pas një ngritje ose një diçka për shembull që ka mujt me mërri ose që dën me mërri për me dalë më shfaq më i mirë. Përvesim pak edhe orën se realisht trajneri nuk mjaftojnë veç ushtrimet që i bën me klub. Domethënë kishte po thonë disiplina, do të më pas një regjim të mirë, një pushim që është shumë e rëndësishme edhe normalisht edhe në ushqim. Çush është rutina ore, domethënë ne tham që edhe me pas në 2 herë në ditë ushtrime edhe me ekip, prap do të më pas një farë rregulli se me qenë sportist kulmor, besoj që do të më anis prej moshës 13 vjeçare, mësoj që ki domethënë regjim, do të më kon i sakt, çit pjesë çush është orë, domethënë e di që sigurisht do të më qenë ndoshta edhe afër shkollës për shkak edhe kërkesave që kuptohet të prindërve, sepse si edhe sportist nuk e di, po çush e bën që të balansin më intereson me di, çush është ori si sportist. Mu fakte më kanë ndihmuar edhe shkolla shumë, më ka jap atë leje sa që kum pas nevojë, për stërvitje, për lojë më kanë ndihmuar gjithë, që jam falenderues për këto. Po adim me menaxhim të kohës, me mëngjes, për shembull, me dalë me vrapu, tani mbas ditës me shku në shkollë, tani mbas ditës prap ushtrime, ka ndonjë ndonjë ditë që komujt me hub shkollë që u duf me shku adin në stërvitje, se kena pas lojë kampionale, besoj adin
tu mi kombinu, tu mundu mu kombinu ma shumë, edhe besoj që ja ku arrit në mënyrë të mirë. Ma të mirë të më shumë mirë. Po mbesim të teori, ky kampionat ka përfundu, po që shkom diskutua dhe me Tonin, po dhe me njerëz tjerë, është problemi i vitit lindjes gjeneratës që disa mbesin, disa mund me dalë të U19-at edhe U19-at e di që ka një skuadër kogja të rëndësishme, cilat janë ambicjet të arit, më thonë është një mosh ku nështë për me do shme do, po që është do mja bo. Unë mendoj që mendoj që du me lutë me në majtra, du me vazhdu me Prishtinë, edhe me pas lojra sa më të mira, me maksimum që ku me jap deri tash, edhe me tregu në fush tamam ato ç'a di me bë mas mirë. Mas mirë, okay. Trener kjo gjenerat pe këtyne lojtarëve ndoshta pjesa më e madhe kanë me shku në për ndoshta edhe klube tjera, po kanë më afro edhe tek gjenerata tjera të Prishtinës. Cili është plani, kime vazhdu me qenë të U17-at, a kime kriju brumin e ri tash, se besoj që titullit të jap tash një farë obligimi shtesë. Po, normal. Jo veç personal, po edhe në ato synimet të klubit. Shembull, në realitet gjenerata për U17 për vitin e ardhshëm, do të thonë është detyrë, obligim që gjenerata cila vjen, do të gjenerata 2009-2010, e kanë për detyrë me mbrojtje titullin e kampionit. Presioni është më i madh tash, se këtë normal dalin me qëllimin me mujt kampionin është më ndryshe. Po besoj që kanë me arrit edhe ata, është një grup shumë i mirë, është një gjenerat me individa shumë lojtar të mirë, shumë zgjut, do të me pasa. Për aspektin tem personal për shembull është unë kam në vazhdim do të thonë edhe punën e kontratës se kam qenë me U17 në vet, po nuk i dihet. Kur nuk i dihet, kur nuk do të thonë që thonë unë çto ku me qenë ose çatje, apet, po ato i përkasin do të thonë klubit e senet, që besoj që si në aspektin personal, si në aspektin e grupit, në detyrën tonë e kena kryu mas miri. Ka qenë një arritje jo në e mirë, edhe për klubin e mirë, se ka disa kohë që gjenerata U17 nuk ka qenë kampion. Madje edhe gjenerata në përgjithësi të Prishtinës. Po, kjo tash realitet, do të thonë kjo ka qenë edhe një vazhdimsi e punës me trenerin Azam Ahmeti me gjeneratën U19, se kemi qenë staf bashkë me trenerin Lirdon Kukaj mos harroj. Do të thonë, edhe ka qenë një vazhdimsi, do të thonë që e gjeneratës U19, gjenerata U17 të bë kampion, po shpresojna normal që gjenerata tjera më bë kampion, gjithçysh, besoj që edhe gjenerata U15, do të thonë që ka arrit play-offin për me shku, besoj që edhe ata shpallën kampion. Po apet do të thonë, pa marrë parasysh kush ndrrimi i trenerit e gjenerata, do të thonë, besoj që puna e mirë, vizioni për me pas diçka për me arrit më lart, besoj që s'ka më mungu të asnjë njëri. Ta diskutojmë. Çka po duam ndërlidh edhe diçka a pret trener Kriqiti Brumi, ase realisht sporti sa është i bukur është edhe dhëmshëm. Që këtu them për shembull janë 22 lojtarë me të cilët kanë janë shumë lojtarë të mirë, kanë po ndoshta veç 2 ose 3 muaj më ku gati për ekipën e parë, jo vetëm Prishtinës, po flasim në përgjithësi, domethënë me mri nivele të larta, ndoshta në Kosovë kanë më po nivele të larta. A ka që kjo gjenerat një lloj si Brumi, por kjo normal varet më shumë te prej lojtarëve, sepse do të zhvilluar tjera. Mund të lidh veç pak për shembull te gjenerata U19 kur janë bë kampion vitin e kaluar, kena pas gjenerat lojtar gjeneratës U17 që kanë pas vazhdimsi. Tanë gjenerat do të thonë arriti mu shpall u kampion për herë të parë në histori. Mas asaj për zamër ka pas lojtarë që janë dalë në për klubet Ligës parë, Superligës që janë të luajtë. Kupton? Te kjo gjenerata jo vetëm te Prishtina, do të thonë te kjo gjenerata U17 që është liga e do ka shumë lojtarë të mirë. Shumë lojtarë të mirë. Besoj që me pas besim më shumë klubet e ta, edhe mi u dhoni drejtim kohës tyne. Do të thonë se është momenti do të thonë që klubet do të thonë mu varë pe lojtarëve të ri, sidomos lojtarë që janë produkt vetit, që janë produkt i vetit, se është më mirë as mirës, po besoj që të gjenerata U17 edhe të gjenerata U19 që kemi na ka shumë lojtarë të mirë, besoj që vetë se ka me pas lojtarë që për disa kohë, specaktoj për shembull me numra, po me vjet, besoj që ka me pas barën kryesore të ekipa e parë. Të ekipa e parë. Mirë. Are tregona pak cili është lojtari jot i preferuar, di që lun si mbrojtës, cili është lojtari jot i preferuar dhe a kthyr në esencë që mundesh me përmisu vetën të një eks lojtar që të pëlqen, cili do të thotë. Po, zakonisht tu bazu me stil lojës që shokom unë, ka pëlqyer, ka pëlqyer shumë Rafael Varane.
në periudhën kur u kon te Real Madridi. Më ka pëlqyer shumë stili i lojës, se u kon i gati, shpejt, u kon i mençëm, adin që ashtu e kom edhe pak a shumë stilin e lojës, po edhe më ka pëlqyer gjithmonë një mundu me mësu prej tij. Edhe çdo lojë që e këshyri tash që jo Liga Champions e kështu, mundona gjithmonë me mësu prej mbrojtësave, po edhe me këshyri lojën që shpërshkojnë ndrjedha, krejt adin, edhe mundona pak a shumë më mësu. Më mësu normal. Po më pëlqen çfarë lojtarët pëlqen se është një gjeneratës pak që mundon me njoftën e tonë, po mirë që pas ka me domethënë në ato historina që të pëlqen aty. Trener, po flasim tash në përgjithësi, masi dola të pyetja e përgjithshme edhe te Ari, në gjitha këto udhime që i keni bë, a është infrastruktura sani më i dopt, cilën e kena na për gjenerata të reja? Pra unë e shoh që keni vullnet të jashtëzakonshëm të rrinë edhe me gjenerata të tjera, provon me ushtru, po për shkak rrethonave ndryshme tash që është diçka e mirë dhe kemi publikuar edhe këtu në faqen tonë të Urbanit, është duke ndresh kompleksi i Prishtinës, po jo të gjitha klubet po e kanë si mundësie. A është kjo pika më e dopt që ka futbolli kosovar për mi po është ta djemë 3 ma shumë lojë më jep, ma shumë hapësira ekipet e para? Normal, shembull mendoj që për futboll të Kosovës, të gjitha ekipet pa përjashtim mungon profesionalizmi dhe organizimi. Do të thonë kjo është një prej pengesa më të mëdha që mundot që po shfaqet e na. Infrastruktura do të thonë pe mas lutës, unë më rri gjeneratën e mas lutës për shembull, kom përcjell futbollin shumë. Ka qenë shumë problem, ka arrit dedikon për zona për shembull, po besoj që të zhvillimi i fëmijëve ka ndikuar shumë. Ka ndikuar shumë se nëse nuk janë dhe kushte elementare ose në disa kushte për një sportist, atëherë do të thonë ka mungesë e zhvillimit sportistëve të na. Sa i përket te na, te klubi do të thonë me zhvillimin që te kompleksi i Prishtinës atje, për zonë për shembull, besoj që kanë më rregulluar shumë shpejt. Edhe besoj që në ardhmje elitarëve tonë përgjithësi dhe elitarëve tjerë që ju bashkangjiten po mendoj, domthonë ka më kanë një ardhmë më mirë për ta. Edhe ato tani vetëm varet domthonë sa ata dojnë me punu, edhe sa ata kanë qëllim për me mërrit dikon. Kjo është e rëndësishme me u potencu se për me lynë fushat sintetike, sintetika, edhe që shë thamë zhvillimi fizik i lojtarëve që tash mundë me pas edhe pasojë, kështu që shpresoj që t'jetë një të jemi një plan i përgjithshëm i klubeve që me i pas çdo hapësira me zhvillu gjenerata, sepse e di në ek stadium i lynë krejt generatat me një fushë dhe lunë dhe ekipa e parë, dhe ajo me kone betonit ka më konsumu se lera shumë është problem. Lera më me kone me çdo kushte që janë. Mirë, cili është trajneri i preferuar jetën jote, që domethënë nuk e këshyr veç një lojë me këshyr që shlun taktikisht, po besoj interesohesh me këshyr edhe qysh qaset me lojtarë dhe qysh e ka atë afrimitetin me lojtarë, është shumë e rëndësishme. Shembull, trajneri që mund ka bërë përshtypje më shumë është Marcelo Bielsa. Është një trajner që unë besoj që shumica trajnerë që janë aktual në Evropë ka mësuar prej tij. Edhe është një produkt domethënë që është i Argjentinës, shumica trajnerët e Argjentinës dalin domethënë që janë trajnerë që dalin në rrisin lojtar për të. E sidomos Marcelo Bielsa që ka pas lojtar të tij edhe gjeneratat e tij domethënë ka dalë që janë trajnera suksesshëm. Është më shumë të domethënë që më pëlqen ai. Pe trajnera tjerë do afirmitet me lojtar është Jürgen Kloppi, Ancelotti, normal. Unë pëlqen në shembull edhe puna e trajnerit Gasperinit Atalantas, jo mithari i madh i tinaj. Po kështu është domethënë aspekti i trajnerave që janë domethënë në Evropë ndërkombëtar, sa për vendor, unë kam respekt shumë më për kolegë që kam pas. Edhe fillim kur ju marr këtu kanë ndihmuar shumë edhe kolegë që kam tash. Po një trajner që ka bërë pas shumë të përshtypje, domethënë është Zekiria Ramadani, kam shumë respekt madh. Normal trajnerin Debati Kcurri, kolegë që kam pas Azem Ahmetin, Suat Keqin, e këta tjerë domethënë, secili trajner, domethënë secili që kam pas kolegë ne kam mësuar shumë prej tij. Po vjesim pak Arin qysh është marrëdhënia në këtë rast edhe me trajnerin, po me cilën ti qysh më thon identifikohesh. Zakonisht ka marrëdhënie edhe shoqërore trajner, po edhe themi pak autoritative. Domethënë dihen ku janë kufit deri ku ti mundesh me trajnerin me buni muhabet edhe një kundërshtim ose çka do, edhe dihet edhe trajneri deri ku mundet me diskutu me lojtarin ku janë limitet. Cili është në cilën ti njihesh ma mirë, kur themi kështu vërtet në herë se dhe është e rëndësishme, apo kur diskuton me shumë pasion ose me dashni për një rast ose për futbollin këtë rast.
Trajneri e të ngjihet që është shumë i afërt me lojtarët, edhe të kohën adin u kon afër meje, se për shembull unë kam pas një periudhë ku u kon i lëndum, edhe të kohën u kon të më shkru të më vet, edhe është shumë i afërt me neve, gjë që na ka ndihmuar shumë, se mban shumë e mban shumë, ç'është më thon, Afërsinë me lojtarë dashnisi. po, edhe e mban shumë atmosferën në klub, që na bën edhe me pas na vullnet me lut më shumë. Sidomos në për trajninga, ton kohën është trajnerë që luan me neve, na ndihmon, na tregon edhe normal që do të më mbajt edhe atë pjesën ku do të më na bërtit, nuk do të më na lën deri në një limit që the. Po është shumë sa ndihmir që është edhe shumë i afërt me neve, që na shkruan, na ndihmon, ton kohën jena të shlirë me vet çado. Se e dim që na kthen edhe na kthen për të mirë, edhe është shumë sa ndihmir të kjo, mendoj. Me këto gjenerata trener, sa i përket kësaj temi mas që po diskutojmë, a është më lehtë me pas temi pak shoqëni, ku mundosh me diskutu, apo është më lehtë me marrë një distancë, apo dyja diçysh me kombinu. Se tash them kjo është e madh, po fëmijët e sotët nuk ngojnë, është nuk nin hiç. Ndryshe po mendoj që varet pe karakterit lojtarëve. Okej. Është për zonë shembull ai, normal kur është dikush i lëndum është obligim. Mo kujtues për ta me vetë për shembull, qysh e tek. Nëse është për shembull një lojtar shumë me karakter të fortë, do të pak me pas një qasje më ndryshe se vjen dhe momenti kur thehet karakteri dikujt. Po për shembull në trening, për shembull është më ndryshe, është ma let ka pak për zonë për shembull është me marrë atmosferën e grupit lojtarëve shembull, po ne kum pas shembull edhe lojtarët e dinë domethënë që jashtë treningut, domethënë unë më me qenë si një lloj shoku me ta. Që është kam raporte me ta, po kur jam puna në trening ose po loj është ke komplet tjetër. Domethënë që është serioziteti, është maksimumi që duhet më dhënë angazhimi, për arsye se është një grup i lojtarëve, ne kam i zgjedh këta me përfaqësu mu, edhe domethënë obligim për ta. Po, për zona për shembull, nëse në të besoj ty që ti mundesh me ndihmu mu, atëherë domethënë që do të më qenë shumë serioz në ato që po dojna bashkë. Patjetër, edhe kjo është mendoj arsyeja kryesore e krejt kësaj që diskutojmë deri tash edhe rezultateve që disiplina, puna e përkushtimi edhe çto pa pas rregulla nuk besoj se ka sukses në çdo vend. Mirë, për fund e kam pyetjen me cilën me mysafir të bëj zakonisht sepse jemi ka fundi në fakt po na vjen Championsi, trener pritshmërit, ndoshta jo që kanë prit shumë me kon Parisi me Interin, çka po pret pe kësaj finale. Realisht po mendoj kum prishi Realli shkon finale, domethënë drejtën, po s'kum dyshu kur edhe Parisi që shkon finale. Po të kallë drejt për arsye se Luis Enrique është një trajner më të fortë në botë për momentin. Sidomos me një grup lojtarëve që ka pas një grup lojtarëve shumë të mirë me individa, po ka arritur domethënë me pas një grup hala më të mirë me individa të tjerë. Po unë realisht jam tifoz i Milanës, po unë jam Inter trener, pas kam çka rivalitet, po për zona për shembull, unë favorit për mu besoj që është Parisi, po Simone Inzaghi është shumë trajner i fortë. Shumë në aspektin taktik është shumë. Realisht nuk i ka për shembull çata ekstra lojtarë që ndoshta me çat taktik kish mujt edhe më shumë me Shumë është një trajner i fortë edhe për shembull në aspektin taktik kush e kupton futbollin, u pa ndeshje me Barcelonën. Zëvendësimet e lojtarëve, që shtu na kry për kry, e kanë pas, sidomos lojtarët e gatshëm me dhënë maksimumin. Po Luis Enrique është një trajner që ka treguar në aspektin taktik që është një mjeshtë shumë. Patjetër. Mirë, ore parashikimi për finalen. E dim që është shumë lojë e vështirë, janë dy ekipe me stile të ndryshme të lojës. Me qef kom Interi, po besoj që Parisi mundet me të shumë që ka me ndodhë. Mirë, nëse ka diçka që sy kom vetë dhe dëni me shturat krejt kësaj edhe e curisë kampionatit, se thash pyetjet si përgatiti këtë që kanë bazë madhe që e bujna. Unë edhe mësova paka shumë edhe e curin që e keni pas, edhe vjen mi që ka djem me vullnet, po edhe një trener i ri kështu në mosh me një përkushtim shumë të madh ndaj futbollit. Kështu që nëse ka diçka interesante që ndoshta më ka ikë. Veç në fund kisha pas shef me i falendëru domethënë gjithë pjesën e stafit, gjithë ata që kanë besu mas pare të one, se ka qenë shumë shtirë, edhe normal pa ndihmën e tyne do s'kisha mujt me arrit kur. Pe fillimit ditës parë kur jam ardhur në klub, domethënë janë pe shtyse më të mëdha ka qenë kushtrim sopa. Falenderoj shumë stafin e trajnerave, deri do pe kryesisë deri te ekonomat e klubit që normal. Realisht lojtarët gjithmonë, prindët e tyre që kanë qenë shumë korrekt, domethënë, edhe kanë qenë gatshëm me na ndihmu çfarë do lloj mënyre.
Do thonë, kjo ka arrit mas shumë të me qenë, se edukimi tyne, edukimi lojtare, tani u dalë, do thonë që me pas një gjenerat edukume, edhe me dalë një gjenerat me pas një identitet, edhe me përfasu klubin mas mirë. Tamam si një familje e Shumë, madhe. shumë, Arja, një ki diçka familje. që dënë Edhe unë kisha dash me falenderu mas pari familjen për përkraje shumë të madhe, shok gjithashtu, trajnerin jetën, edhe krejt shok të ekipes, gjithë stafin e Prishtinës, kisha dash me pas një falenderim shumë të madhe për të. Falënderim, ju e keni kthy me qëtë kupë që e keni fitu edhe shpresoj që sidomos për gjenerata të reja të vazhdoj të mlidhen këto kupa edhe sukseset sigurisht të gjeneratave të reja kanë me prodhu lojtar më të mirë edhe për klubin, por edhe për Kosovën edhe për tregun e jashtëm. Ju kisha falendëruar shumë që ishit pjesë e emisionit edhe ke kënaqësi diskutuam pra për FC Prishtinën, klubin e grup mosha U17 që ka dalë kampion i Kosovës për këto gjenerata, madje 5 gjiro para përfundimit me një dominim total, vetëm një humbje gjatë komplet këtij sezoni, një seri prej mbi 20 ndeshjeve pa humbje, tregon se pse kanë merituar me fitu këtë trofe cilin e kemi edhe në studio. Ka se përket kësaj interviste takojmë pra bashkë. Ky emision përkrahet nga IPCO dhe Kosmonte.